Voni shojmë direkt, ha? Se janë fushat. Veç më kanë dalë në Facebook e keni me grafika, e? Janë fushat. Po gjithë i kanë telefonat me vete, dorën zonë. Kryesuesi ose kryetari Ardian Gjini, që më spësëritëm, si në gjitha subjektet nuk është i përfshirë, kanë fillu nga Besnik Tahiri, numri 2, njerëzit, apo një nga figurat e kyçet AK-s është Besniku, deputet aktiv, politikan aktiv, dhe aktivist aktiv e Aleancës, që unë besoj që du t'jetë prapë në Kuvendin e Kosovës. Time Kadria, një tjetër deputete veterane në politikë që po ashtu besoj që dhe kësaj radhe do të zgjidhet deputete. Burim Ramadani do t'i jepte rikthimi i tij potencialisht. Do ta kthejnë të AK-n, besoj në një grup parlamentar goxha aktiv në debate. Për post Besnikut, Burimi është një nga njerëzit që mund t'jap një kohje shumë të rëndësishme debatit në Kuvendin e Kosovës dhe jo vetëm, në rast se bëhet deputet, ashtu sikur që mund ta bëj edhe Avnia Arifi me përvojën e tij. Pra, Burimi dhe Avnia, numri 7 dhe 8, janë dy nga figurat tjera të rëndësishme që mund të argumentojnë zëshëm në Kuvend, në rast se arrin të bën deputet dhe personalisht pres që t'i shoh brenda. Është po ashtu Gjellë Hukaj, një tjetër aktiviste e re politike, një nga gratë vajzat e reja që është kontributëdhënëse në AK, është në listë brenda dhe besoj që do të arrivat të mjaftueshme të jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës. General Agim Qeku, ish kryeministri Qeku, një tjetër njeri me përvojë, jo vetëm politik, por edhe më gjerë, që do t'i ndihmonte jashtëzakonisht shumë Kuvendit dhe grupet parlamentar të AK-s nëse arrin t'jetë në Kuvend. Herën e kaluar për pak vota duket nuk ishte pjesë e Kuvendit në dhjetor dhe tash besoj që do t'jetë aty. Natyrisht Ramush Haradinaj, figura kyçe e AK-s që edhe kësaj radhe do t'i ndihmojë, ani pse s'është kryetar, por Ramush Haradinaj është njeri i votuar brenda Aleancës dhe ka bërë mirë që është përfshirë në listë dhe nuk është tërhequr nga kandidimi. Edhe unë njësoj sikur se Korça pres Ahmet Isufi, njeri besnik në politikë, besnik në karakter dhe në gjithçka tjetër që ka përbë karriera e tij politike që nga viti 2003 e njohim me tutje Ahmet Isufin dhe shumë shpresoj që elektorati i AK-s kësaj radhe të jap besimin. Fatmir Iska ishte kryetari i Ravecit, kryesues aktual i AK-s, një tjetër aktivist i kahmotshëm i Aleancës për Avlimin e Kosovës në këtë komunë, pra në Rahovec, dhe besoj që me një fushat që po e bën atje do t'i sillte risi grupit parlamentar të AK-s. Daut Haradinaj, njeriu i përhershëm i AK-s dhe deputet, e thash edhe më herët, brenda elektoratit të AK-s, Dauti është po ashtu një tjetër figurë që pothuajse ka elektorat të shtrirë anë Bankë Kosovës, merr çdo kund vota kushtrim, pra një figurë e rëndësishme brenda AK-s. Sipas meje, kjo është dhësja e Aleancës që duhet votohet për ata që vendosin të dielën ta votojnë Aleancën për Avlimin e Kosovës. Faleminderit Rama, do ta ftoj zotin